E kom dane bashko? Shka pi duhen dane tina dur si dane. Sa ka po nuk si shio që me breqet. U kry kjo, a? Kjo s'ka më thonë. Isha dhe në Rovec. I faleminderoj dy ish ushtarët, Musën edhe Tolën. Një kontinjer tash veç sa s'ka arrit për nxoncat madh. E bin. Edhe nxonca kanë hapësirë sa dojnë me hudh shka të blenë furë. Se këto të voglet të mbushën që me breqet. Sa do shta mi pastrua dhe varrezët edhe atë e në rrët. Se a filloj shivu. Anën tjetër jënartë. A ki po nuk e të zanati dënata? A se sefte për ushtronë? Ka gjitë ujë me senë. A me senë. 5 vjetë e kom nuk e kom. Punë e rove në Baramcuri. Ditën e shkollës, 100 vjetori, kemi me festu bashkë. E tash kontinjerin e Soli Hashimia dhe Talemi. Talemi është shok i hershëm i Gjelal Hajdës tonit. Në Krahaci kësa kanë jetu bashkë, kanë punuar. Edhe Talemi edhe nuk që këmë pastaj ka qenë. Në më thonë shok të ti janë jo e kom respekte. Zoncat ndëruar, furën, gjdo ditë e fërkojnë toni, Leni Kike. Këndej kaloni, qenë betonina veç, ko kini jo, sem t'i bo video, rrugë veç pak. Ju po kalonin këtë pjesën. Ato shportët pi zbrazëm gjdo ditë pës kjo dalin se pi mushni, disa në për tonë. Kaloni këtu e hudni këtu. Që sa ka vam tu? Për juve ekstra kam shku në Rovec e kom presit. Profi, përshëndetje. Një këshill në zanëzve. E kështu. Këta vitin e prakt për të vinë mi marë në betorinet. Vina dhe këto. E përshëndes mus komandantin. Edhe Tolen edhe gjithë tjerët. Tash se ka kaluara një. Isha duko i prit. Shkojnë për drejt.